E gjatë ishte sot nata. Përpëlitesha, por gjumi nuk mbylli syt. Më silleshin vërdall kujtimet, si blet në vesh, gumzhin e heshtur. Një çaj me kamomil përgatita, aroma e tij mbushi krejt dhomën. Me dritën e ambazhurit e piva, për të qetësuar qerpikët dhe shpirtin. Akoma më shqetëson eshtja e eshtur. Një gëritje e maces tingëllon si melodi. Dhe ajri i natës mbushet me frymarrje të ngadalta. Unë përulem mbi dritare, shikoj yjet që dridhen me qetësi dhe dëgjoj zemrën që rren ngadalë në ritmin e natës që përpiqet të më marrë në gjumë. Unë përpiqesha t'i bindja çepallat. Ato vështronin eshtjen e heshtur. A mos vallë kishin mbledhur të gjitha mendimet e ditës? Të gjitha kujtimet që se lejonin shpirtin të qetësohej. Por natyra e natës më mësoi të prisja, të pranoja ritmin e saj të ngadalt. Dhe ngadal, pa nxitim, qerpikët ranë. Eshtja u bë përqafim. Ajri u kthye në qetësi dhe unë për herë të parë munda të lëshoja frymën. Gjumi erdhi pa zhurmë, si një mik i eshtur, dhe nata mbylli dritaret e saj mbi shpirtin tim të lodhur.